Është domosdoshme që të kemi marrëveshje me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit. Por duke që kryeministri Albin Kurti po aq të domosdoshme nuk e pa që diskutimet për këtë temë të kryhen sa më shpejt. 4 ditë kanë kaluar që nga momenti kur gjykata kushtetuese i vuri orën në lëvizje kuvendit, 34 ditë për ta zgjedhur presidentin apo presidenten. Kurti të paktën jo publikisht nuk ka hedhur ende hapin drejt një tavoline me liderët opozitar, një proces që vetë kishte quajtur urgjent. Njohësit e zhvillimeve politike këtë nuk e quajnë rastësi, por vesh një strategji të tij. Zotri Kurti paraprakisht i bën kalkulimet e veta, se si të dalë rezultati, nëse do të hyjnë në negociata, se si do të duken ato negociata, nëse do të jenë serioze apo jo, dhe qëllimi nëse do ta ketë një president marionet të tinaj, apo do të duhet, i imponohet të pranoj një konsensus më të gjerë për të pasur një president vërtet, i cili do të përfaqësonte gjithë spektrin politik, por edhe shoqërinë në përgjithësi për ta ruajtur unitetin institucional e shoqëror të Kosovës, e cila është shumë e nevojshme. Më 13 mars opozita kishte lënë derën hapur për takim, por vetëm pas vendimit të kushtetueses. Tani që vendimi ekziston, kjo sipas Zejnajt mund të ndryshojë në qoftë se Kurti vazhdon të kërkojë presidentin për vete. Unë besoj që rezultati do të jetë i njëjtë për shkak se zotri Kurti nuk pandej që të lejojë që të ketë një president i cili nuk do të jetë marionet e tinaj 100% për të realizuar disa prej ideve të tij, të cilat tashmë i kemi diskutuar shpesh herë, që na dërgojnë drejt një sistemi autoritar, të themi, për të pas edhe kryeprokurorin të vetin, edhe KZK-n të vetin, edhe KPK-n të vetin, edhe policinë të vetin, dhe të gjitha. Vetëm në këto rrethana mund të funksionojë zotri Kurti. Televizioni Dugaxhini ka tentuar që të marrë përgjigje zyrtare nga anëtarët e partive politike opozitare në vend, mirë po nuk ka pranuar konfirmim sa i përket pranimit të ftesës apo jo. As nga zyra e kryeministrit Albin Kurti nuk kanë kthyer përgjigje sa i përket kësaj çështje.